Ministria e Financave ka publikuar për konsultim publik projekt ligjin e ri për taksën mbi pasurinë e paluajtshme. Sipas institucionit, reforma synon një sistem më të drejtë fiskal, pa arritur barrën tatimore për shumicën e qytetarëve, ndërsa parashikon që pronarët me më shumë pasuri të kontribuojnë më shumë në buxhetin vendor. Sipas projekt ligjit, banesa e parë dhe kategoritë në nevojë do të vijojnë të përfitojnë mbrojtje, ndërsa të ardhurat shtesë do të shërbejnë bashkive për investime në infrastrukturë, arsim dhe hapësira publike dhe për mirësimin e shërbimeve për qytetarët. Ministria thekson se synimi i reformës është arritja e drejtësisë fiskale dhe forcimi i financave vendore, duke u dhënë bashkive më shumë mundësi për të financuar projekte në interes të komunitetit. Sipas njoftimit, ndryshimet nuk prekin pjesën më të madhe të familjeve shqiptare, ndërsa procesi i konsultimit publik do t'u jap mundësi qytetarëve, ekspertëve dhe grupeve të interesit të paraqesin synime dhe komente përpara se projekt ligji të dërgohet për miratim në qeveri dhe më pas në kuvend.